Kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, ka mirëpritur këtë të premte në Korçë Gunnar Schellenberger, presidentin e parlamentit të landit gjerman Saksoni-Anhalt. Në një postim në rrjetet sociale, Peleshi ka ndarë pamje nga vizita e Schellenberger në disa zona të rëndësishme të qytetit, ndërto dhe tek busti intelektualit të shquar Lazar Fundo. Kryeparlamentari shkruan se me Schellenberger ndan mendime dhe ide mbi zhvillimin e qytetit. Peleshi thekson mëtej se Schellenberger, i impresionuar nga ndryshimi dhe zhvillimi i qytetit, vlerësoi energjinë, mikpritjen dhe potencialin që ofron qyteti i Korçës. Sot në Korçë, në një takim miqësor me Gunnar Schellenberger, presidenti i parlamentit të landit Saksoni-Anhalt në Gjermani, nda mendime dhe ide për zhvillimin e qytetit, mbi rolin e rëndësishëm të arsimit, teknologjisë, kulturës dhe artit në identitetin dhe të ardhmen e tij. Universiteti Fan Senoli, njohur e rëndësishëm për bashkëpunim akademik, shkëmbime dhe mundësi të reja projektesh e investimesh të përbashkëta, i impresionuar nga ndryshimi dhe zhvillimi i Korçës. Ndër vite, presidenti Schellenberger vlerësoi energjinë, mikpritjen dhe potencialin që ofron qyteti. Fotoalbumi një takimi i ngrohtë që forcon miqësinë dhe hap perspektiva të reja për zhvillimin e qytetit Korçës, shkruan Peleshi.